Kështu u rregullua Leorta për fejisën e kunotes këngëtores Engjelushe Salihu. Mbrëm, këngëtorja Engjelushe Salihu është fejuar duke i dhënë fond kështu beqarisë. Fejisa u zhvillua në një ceremoni private, ndërsa shumë pak pomje janë publikuar nga festa. Leorta Jakupi ka shkëlqyer në fejisën e kunotes Ingjit. Ajo ka publikuar një fotografi me burrin e saj kushtrimin dhe 2 fëmijët e tyre, ku shihet se të gjithë janë kombinuar në veshje. Duke festuar për dashurinë, ka shkruar ajo krahas fotografisë, referuar fejisës së Ingjit. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.